Unë dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdim Perëndisë tonë, që disa kohë më parë, unë isha në kërkim të frymës së shenjtë. Pyesja vetëm se nuk mund ta merrja këtë bekim. Pavarësisht se po e kërkoja me kaq këmbgulje, Zoti më solli një ëndër në të cilën isha e veshur si nuse. Lavdërova, këndova dhe adhurova, edhe pash që në fustanin tim, në pjesën e zemrës kisha një njollë të vogël të zezë, dhe kur u zgjova nga kjo ëndër, më kujtua se kisha inat ndaj një personi. Dhe kështu në lavdërimin e ardhshëm i thash Zotit se po përgatitesha që nga ky moment për ta falur atë qenie. Dhe në atë moment, Zoti nga mëshira më pagëzoi me frymën e tij të shenjtë dhe më pas, kur e takova atë person, zbulova se nuk isha më atë inat, dhe që e doja shumë dhe e dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdim Perëndisë tonë. Dua të dëshmoj që para disa kohësh Zoti më pati dhënë një ëndër ku unë nuk e kisha shumë të qartë faktin e të 10-tave, lexoja Biblën dhe bëja atë që ndjeja në zemrën time. Dhe unë fillova të jepja të 10-tën, por ndonjëherë ruaja para, ndonjëherë jo, ndonjëherë harroja, dhe Zoti më dha specifikisht këtë ëndër, ku ishte një person që i kishte para dhe i ruante në xhepin mbrapa dhe kalonte koha, dhe sikur unë të isha një person i tretë, unë dëgjova një zë të tretë dhe thoshte po më vjedhin, dhe unë e kuptova që ishte Zoti që po thoshte që po i vidhnin. Dhe unë në ëndër u trëmba shumë sepse thash kush po e vjedh Zotin? Dhe shija përsëri këtë person që i mbante para dhe i ruante mbrapa në xhepin e tij dhe e kuptova që ai person isha unë, kur e lërja veç të 10-tën time dhe thoja, jo, më pas do ta ruaj, do ta dorëzoj. Dhe kalonte koha dhe unë e shpenzoja atë. Dhe Zoti më zgjoi nga i gjumi dhe më mësoi në këtë mënyrë dhe pas disa ditësh pati një mësim në kish ku thoshte vargu i Malakias që vargu 8 dhe thot njeriu do t'i vjedhi Zotit dhe ju më keni vjedhur. Dhe në çfarë të kemi vjedhur? Në të 10-ta dhe të ofertat tuaja. Dhe është e vërtet, vëllezër, që pasi Zoti më dha këtë eksperiencë, unë e jepja të 10-tën, më mjaftonte gjithçka, ushqimi, puna. Dhe në këtë mënyrë dhe që nga ajo kohë ndodhi kështu. Dhe unë këtë dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit tonë.